100 fitore radhazi. Një rekord i çmendur që po ngresh shumë pikë pyetje. Një klub i panjohur për shumicën e botës po bën diçka të pabesueshme. 100 fitore radhazi pa asnjë humbje që nga themelimi. Bëhet fjalë për Arkada nga Turkmenistani që po dominon totalisht futbollin vendas nga themelimi me 1 prill 2023. Në sezonin 2023, 24 ndeshje, 24 fitore. Në sezonin 2024, 30 ndeshje, 30 fitore. Në sezonin 2025, 28 ndeshje, 28 fitore, teksa sezonin 2026 nisën me 1 fitore, 7 me 1. Nga të gjitha ndeshjet e kampionatit erdhën 83 fitore, teksa 17 tjera erdhën nga Kupa dhe Superkupa e Turkmenistanit, duke quar rekordin në 100 fitore radhazi. Pas këtij projekti qëndron ish sundimtari i Turkmenistanit Gurbanguly Berdimuhamedov me një skuadër të ndërtuar duke mbledhur gjithë talentët më të mirë të vendit. Por jo gjithçka duket e pastër. Ka akuza për mungesë gare reale dhe dyshime për integritetin e kampionatit. Kjo konfirmohet nga fakti se sapo del jashtë kufinjve, realiteti ndryshon pasi Arkada humposh nga Al Nassr në play-off të Ligës së Kampionëve të Azisë. Rekord historik apo një dominim me hije? Mendimin tuaj na tregoni në hapësirën për komente.